Një strehimi tek fëmijët të cilët janë deri moshën 3 vjeçare, është pak kujdes, me realitetin në Kosovë të gjithë fëmijët përfundojnë në familje të burrit, sepse tradita e do kështu, kanune. Të gjithë fëmijët përfundojnë në familjen e burrit. Nuk e thot ligji, ja kusht avokati. Ja kusht avokati. Nuk e thot ligji. Që zakonisht fëmijët i marrin nona i merr. A që është të Jo, Gjeneta, ka kalu Brajo Komo kur flitet për kanunen edhe që shkojnë familjet për mes kanunit për besë. Çdo ditë kena prezant, çdo ditë, cila grua e merr vetë nëse nuk e kiti një rrogë të mirë, nëse nuk e kini banesë tënde, nëse nuk e kini kushtet e mira, ti nuk mundesh me marrë çfarë fëmijë mbi supet e tua. Ndërsa në Kosovë burri e ka shtëpinë, e ka natyrisht pi prindve të tij, edhe natyrisht aty ka kjo është qëllimi. Po përmes kanunit, sepse kanuni ka shumë gjëra tjera dhe ata kanë mendjen e tyre këto gjë. Nuk është që ekziston, po ata janë me shujt patriarkal, të lutem. Çështja e fëmijëve, alimentacioni që thojmë. Zakonisht bashorti pagun për kujdesin, por rastet kemi problem zbatimi tyne. Zbatimi në praktik, edhe pse gjykata thot, paguhet alimentacion për shembull 300 euro çdo muaj për në emër të alimentacionit, nuk zbatohen. Kjo është edhe këtu problem është. Shumica kanë vendime që nuk zbatohen. Kjo është ajo që tha dhe Gjeneta. Por është mundësi tjetër që të bëhet me procedurë përmbarimore, që t'i bllokohet llogaria apo pasuria tjetër.